Mas datës 12 tetor. Në qofë se lokale, po, sepse kanë me kanë një gjashtë shumë e rëndësi. Mas zgjedhjeve 12 tetorit, në qofë se përparim Rama, zgjidhet kryetari i Prishtinës pra. Ka mundësi me shqipënellin që e ka gjithë Dhe, në qofë se zgjidhet, më nësë pjaqë shpikë, qofë se zgjidhet, dhe në qofë se veni shkon në zgjedhjet të parakoshme, dhe LDK-ja nuk nxjerr rezultate mirë, karrigja e Zotit Abdigjiku lëkundet dhe nuk e ka të sigurt kreun e LDK-s. E me gjas, si pas praktikave në dyje... Ç'po jeton ti? Ramja e Prishtinës është ramja dhe Abdigjikos. Jo. Ramja... Po nëse se Prishtina është komunë e rëndësishme që përcakton shumë në zgjedhjet Po çfarë thonë nëse bjen? Ja, Prishtina për LDK-s bjen edhe Lumira. Në qoftë se fiton përparim Rama, domethënë përparim Rama, në qoftë se fiton përparim Rama dhe vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme në zgjedhje parlamentare, dhe prap LDK-ja në zgjedhje parlamentare nuk nxjerr një rezultate mirë, atëherë pozicioni i përparim Ramës, pozicioni Lumira Abdigjikut, ku me kam problematik edhe me gjas në kryet e LDK-s ka për të ardhur përparim Rama. Jo, dhe nësi furë, kjo në përparim Rama ka shumë se... Une jam i prirë me kalëzu diçka për te asoj që nuk dëgjohet, se që dëgjohet... Përparim Rama nuk është as antari LDK-s, tash në intervjistën e fundit tha që nuk jam antari LDK-s. Po, i gjithat, nuk është veç deklarata e fundit. Përparim Rama ka probleme serioze me Prishtinën e lema marrë LDK-n. Kena me full për Prishtina direkt se ka Po të flasi një rëthonat mërana. Jo, më veç a priori me të kundërshtuesit. Si ditë bevasive të LDK-s. Monën bre se lideri i LDK-s kërkon si vit tjetër. Kur ka arë përparim Rama me garu për Prishtinë, kur ka arë me garu për Prishtinë, LDK-ja u kanë momentin më të ligë të ekzistencës së saj. Ti pe me raport me akademik Isa Mustafa, janë përparimi me Isa Mustafa. Edhe në punë për Prishtinë, po edhe me CV, sa e përket CV politike, edhe të... Praktik në dyja është krye bashkiakët, vinë kryeministra ose kryetarët e partijës. E ti po me dhe që përparim Rama vjen... Por nuk është antar fare. Nuk jam kamenaj, unë jam kafa. Të fol... Sa kontribut tjetër ka njerëz të LDK-s o jeton që duhet me qenë pjesë? Nësë jem normal. Jemi besë dhe Isa Mustafa veç pak, profesor, se ja kemi ndërprej fjallën 2-3 herë jem të dashme u drejtu profesorit, kur flasim veç për LDK-n, kemi me folë veç për LDK-n. Jo, edhe ka shumë tema saj përket lidhet demokratike të Kosovës. Mirë që mos pupi shumë energji se ka Vjosa Osmani është si derivati LDK-s dhe në bardhën e asaj u ndërlidhat e LDK-ja. Po. Për ndryshe veç në ndrojnë afaqen, që do një folën për akën. Jo, folim në ide tjetër për akën edhe kena shumë që ka me folë edhe për akën. Profesor, po për që është kandidat potencial për të bërë kreministë, ju tha që presidentës po i konvenon me qenë Koxhalluk. Pse i konvenon presidentës në këtë momentum me qenë Koxhalluk? Është fundi mandatit të saj dhe po pretendon që të ketë një mandat tjetër, apo ka diçka tjetër? Sigurisht e pretendon me qenë... Qyshe arri një mandat tjetër me gjithë këtë katrahur që po kriot? Po, vetëm, si pas mëndoj percepcionit e saj, vetëm në që se bëhet lugë ma lugë dhe në fund ata që kanë kriju shtetin e Kosovës, thujnë, hajde të nxjerëm edhe këse herët e këshyrëm që bëhet edhe të mundohëm me bëhë rend. E tha, këtu jetoni, në haloj shumë konë të zgjithë qeverinë e parë. Po, në tentativë se se këshumë zgjithë, alo të po përbjekë. Më thonë, problemi është që kur neve, sa herë për në alonë ta meqë tonë, me thonë, lese u rritën, tash vetë janë të zjenë problemina, në vazhdimisht po bijmë problem. Si kur baba që ja zgjithë dhe tyra djallit të din, edhe një moment thëtë, lese që tash ralloj i ban vetë kë. Po, ta mën përlen me bo vetë, a i prapë vish kur për vjen nishin të shpija, se nuk marin me dalë pej. E kjo bëran pej një pikisht ati mentalitetit që Kosova është shteti përkohshëm. Që duke pasur këtë mentalitet, jo veç një Libonaliu ose një tjerë që ka thonë, po më dojë edhe shprejmesht, po edhe shumë të tjerë, duke mbajtur këto në si një farë opcioni, ka dalë se kemi bona u ka imponuen na
e bojmë kur të na vjen mundësia, na bashkohemi na. Çka do të thonë kjo na bashkohemi? Çka ka më të mirë se pavarësinë? Se cilë katuni botës, me mujt mu bo shteti pavarur, ish bo shteti pavarur. Cilë katuni botës. Kin, Gjevish një shembo. në kin, a? Gjevish një fshat. Unë, po me mujt, katunin tem, me mujt, me bo shtet, edhe me mujt mi marrë 119 njohje, edhe mi pru aty një 28-30 ambasada. Po s'ty nëzanë, profesor Katuni, se apëshe ju të bo një farloj Nëzanë, vish problemi do të me pas ka qek me bo. Po nuk është let me bo shtet. Po kur tjetër ta falë, kur tjetër ta falë, kur tjetër të ndimon, ti nuk ja di kimetin. Kush ne ka falë shtetin o neq? Qata që na kanë falë, Kush ne ka falë? Qata që kanë shiru Kosovën, Kush e ka shliru Kosovën? që kanë Kush e ka njohë shliru Kosovën? furi, NATO. Kur e ka shliru Kosovën në ato? Me 10 qëshur 1990. 1945, kush e ka shliru Evropën? Kush e Për ka... nazizmit. Nuk ka shtet në botë që për okupatori që është liru me forcat veta pa bashkëpunëtor. Edhe u që kjo, ka njës vetë, e ka kry me miqë. Kështu që... Mos doni për tema. Se ka kry me me... Nuk e ka kry me kona ashtu, me kona ashtu, nuk ishin po komandantët e UÇK-s në hapë. Tjetër kush e ka... Jo, veç pa, komandantët e UÇK-s në hapë kanë menu ato që shteti Kosovës do të me shku me Serbinë. Ato kanë shku rajqëm, kanë qëtë dëshmi, edhe ato kanë përfundu në hapë. Veç pak, profesor, se jena të foli historie dhe që jena në fund, po, ju thatë na kanë falë Kosovën. Do me thonë, me sa e di, unë, me sa kom su, shteti Kosovës është i shqiptarve, nuk na ka falë neve kërkush, edhe u konë gjithë. Tash, pse ka pos njerë që ka dosh për në morë shtetin në tjetër sen? Nuk e kemi maru vetë, ose kemi maru po me ndim substancialet huj. Dhe ju vetëm, profesor, ju vetëm se dikush e ka njës. Serbia u kryu dikush e ka njës që me ardhë ndima prej jashtit, profesor. Dikush e ka njës. E ata dikush janë UÇK që e ka njës prej fillimit që me ardhë të jashtit më në ndimu. Shumë shkurt. Shumë shkurt. Këtë historit Kosovës... Po që të më të flasi për histori, po... Nësë po flasi për qëtë periudën e fundit. Qëta komandantët që përdojnë një në hakë, unë e kom pas një kritik vazhdimisht, ju kom thonë që mas luftës të tregun qash të but, sa që gjitha të që kam punu me Serbinë, unë që në rëndë parë. Pej modestis edhe kulturës që të regun, ata sot pivujnë pasojat atje, sepse ne o kontash me po për fillimit ligjin e luseracionit edhe mos më unë kryt venit edhe që se meriton. Pse su bo? Pse dilshin nëjt të zaka, nëjt doja. Neve atje në hak në denot historia, jo i të vetë u këtë. Teme veçan. Sa jo pjesë ja den çmimin, ja den kimetin. Kur e përmend dikush Hagën. Hagën është krerë të UÇK-s për mua shumë e ndjeshme, edhe nuk moj me të i kalu, sepse ati historia o të na denu. është teme veçan që nuk, do më thonë, lyp ko me diskutu, profesor.